Jemi gati për të filluar me gatimin sot. Ju përshëndesim, drejt për së drejti, mirëmëngjesi. Do t'jemi përgjatë ditës së sotme, shpresoj të keni një mëngjes të rehatshëm, t'jeni mirë edhe të kujdeseni për shëndetin. Ne kujdesemi për shëndetin tuaj duke konsultuar tema të ndryshme me ekspertë, siç jemi sot me Altin Jokën, për cilin kemi dy tema faktikisht, piramidën e re amerikane ushqimore, e cila përmbysi piramidën e 92-shit, por realisht a kemi në ditën e sotme nevojë për një piramidë ushqimore e cila do të jetë për gjithë popullsinë? Se dim, të shohim e të marrim mendimin e Altin Jokës në lidhje me këtë piramidë të re dhe a mund të jetë kjo një mea culpa e vonuar apo një korrigjim i vonuar pa ata breza që janë ushqyer me atë piramidën e parë, të tjerë. Dhe tema e dytë është tema e parazitëve në organizëm, si do t'i trajtojmë ata dhe cilat janë ndryshimet midis kurave dhe regjimeve ushqimore të duhura apo elementeve të tjerë natyral dhe atyre elementeve apo kurave që ne shohim shpesh në për rrjetet të ndryshme sociale. Na ndiqni për të marrë mendimin e Altin Jokës për sa i takon këtyre dy temave. Ndërkohë, në kuzhinë çfarë kemi sot? Kemi një tavë me perime dhe me mishpule kam vendosur unë. Mishë mund ta keni ju çfarë t'ju dëshiroj shpirti, zemra, shija, por dhe çfarë t'ju bëj mirë, sepse nuk është puna vetëm që çfarë duam ne dhe çfarë na bën mirë. Nëse ne kemi mishin, për shembull mishin e viçit, normalisht mishi i viçit kërkon një paraprgatitje më përpara, po. Kurse mishi i pulës kërkon një kohë të njëjtë me perimet. Ka mishin e pulës pa bërë asë lloj zgjedhje, siç po doni e bëni me krapule, po doni e bëni me kofsha, po doni me një pjesët e një pulës që ju kanë mbetur, çfarë të doni ju? Kam patate të cilat i kam prerë në rrethore, gjë që në radhën e parë direkt i vendos. Marr specat që i vendos sërish në rrethore, nëse dua me presim rrethore ose në kubik. Si të dëshironi ju? Kam normalisht në bazë të sasisë që ju keni, për sa persona jeni, shtoni ose minimizoni masën. Kam kungullin, nëse doni shumë i mund të shtoni dhe kungull të verdh, kungullin vjeshtor. Dhe me radhën këtu kam qepën dhe karotën. Do të shtoj edhe mishin. Shtoj me radhë erëzat që mua më duhen. Piperin e zi, piperin e kuq, pakës trumës, po të doni ju rigon, kam 2 thelpite hudrës dhe gjus të krah. Një përzierje mirë do ajo, me vaj. Shtoj. Sasinë e vajit e do, se janë gjithë ato perime gjitha i mish, kështu që një vaj mirë për ta shoqëruar pastaj. Bëj një përzierje. Keni një letër për ta mbuluar apo mos e bëj gati? Sikurse shtoj edhe pak fare ujë. Po, një përzierje mirë dhe kjo është një tavë e shpejtë me perime me mishin e pulës që do të na shoqëroj drekën e sotme, pra do ta kemi për drek këtë tavë. Në sa shoh ka marrë një tavë të vogël, prandaj po i ndryshoj edhe. Okej. E mira është të marinohen mirë. Marinohen. Le të shtoj bim aromatike. E largoj, se nuk më duhet. Bimët tona janë koper majdanoz këtu në tryez. Nuk e prezejimët fare. Se unë basin fare në pjekje pastaj kur janë imët. Edhe një përzierje tjetër me bimët dhe gati për ta pjekur. Ta vendosur në furrë.
në 200 gradë Celsius. Sërish, filloj dhe e përzijej. Mirë. Do të marë në fillim pjesët e pulës. I kam hequr dhe lëkurën si të shikoni. Lëkurën ju mbasi nuk e konsumoni, po që e mira është të gatuhet me lëkurë, e mira të mirave është të gatuhet me lëkurë. Lëkura vetë ka të pjesën e dhjamit që ne nuk kemi nevojë të shtojmë yndyrën, duke shtuar pak fare yndyrën me dhjamin e vetë është gjëja më e mirë. Atëre, e lë në këtë krah që unë të kem mundësinë. Dhe shohim që edhe erëzat kanë depërtuar bashkë tek mishi, bashkë me perimet e tjera. Mishin poshtë dhe perimet mbi mishin, që edhe ai të zbutet. Mishi pulës është... Ne dim shumë mirë mishi bardhë që majdanozi kur është në kontakt me nxehtësinë fillon e nxjihet edhe thahet. Marrë një letër kuzhine. Ato të zbuten dhe të fillojnë atë procesin e zjerjes, kemi shtuar dhe ujin plus lëngjet e veta dhe në raport përsërisim së bashku të bëj gati Albana mbulesën e tavës me një letër pjekjeje. Nëse doni ta vendosni dhe letrën e aluminit, fillimisht me letër pjekje, pastaj sipër saj letrën e aluminit. Vetëm, Shumë kanë qitur? Kjo moj. Do të shohim së bashku, merr një gëshër tjetër, se kemi 2-3 para. Gëshëra, kemi sa të duash. Gëshër janë. Shohim së bashku tabelën me përbërësit e tavës me mish pule dhe perime. Patate, speca, karota, kungull i jeshil ose kungull i verdh, 2 qep, 2 thelpinj hudhër, 300 gram mish pule, 60 ml vaj ulliri, 1 gotë ujë, pra 200 ml ujë, krip, piper i zi, piper i kuq, rigon ose erëza të tjera sipas dëshirës tuaj dhe majdanoz i freskët. Të gjitha këto në një tas i përzjejmë, i marinojmë dhe i vendosim në tavë. Mbi të një letër pjekje. Pra, si që kemi kon, presim edhe pra, i kryojmë kushte perimeve që ato të piqen mirë, të piqen, të zbuten dhe të mos thahen. Ky është qëllimi, pra që t'i vendosim këtë letrën. Lagim letrën. Dhe direkt për ta. Dhe nga kjo pjesa këtu, ne gjithmonë kur thahet ne shtojmë ujin. Po. E marrë dhe vendos në furr të parangrohur. Nga fundi i pjekjes, ne do ta heqim letrën që dhe perimet të marrin pak atë cipën e tyre të pjekjes. Kjo ishte pra receta e parë, shkruani sa thjesht mund të përgatitet, mjafton ta kemi në mendje të dimë se çfarë duam të përgatisim. Ne bëhemi gati tani për recetën tjetër. Petulla për të gjithë. Me maja. Po, tani fillon loja. Me çfarë tjetër? Se shoh maja, pak sheqer, pak krip. Po të duam ne shtojmë qumësht dhe nëse ne nuk kemi qumësht në shtëpi, ujë. Po. Ujë. Do më thënë, kështu do të themi, në petulla me ujë do themi. Po pse, a bëhen petullat me ujë? Duan pa tjetër vaj, pa tjetër. Pra këtu kam, po derisa të filloj, i qamë do të mua, e sukur asili përbërsi mos kem unë po të kem thjesht mjellin, edhe ujën, po prandaj thot mjell, ola, gjithçka për të gjithë. Do bëjnë sa petulla, Do të shoqërojmë me mjalt dhe me djathë, mendoj unë, pastaj se çfarë do të jetë. Shija është e lirë dhe shija është personale dhe nuk mund, po edhe unë jam, edhe me
me mjaltet e me djathtë, edhe çokollatet e akullore, I duam të dyja I bashkë. shojmë pak formulën, sa gram miell dhe sasia e tjetër e produkteve, po duket se janë shumë të thjeshta, mund të shtoni dhe qumësh, pra një gotë qumësh të vakët dhe një gotë ujë të vakët. 7 gram majat të thatë, një lugë çaj sheqer, gjysmë lugë çaj krip, 700-750 gram miell dhe vaj për skuqje. Petulla të buta, edhe krokante, të dyja bashkë. Të buta do t'jenë në brëndësi, krokante nga jashtë, kur ne ti skuqim. Kështu që produktet I treguam bashkë me gramaturën e tyre, tani do fillojmë ta përgatisim. Por unë them të bëjmë shkëputjen tonë të parë promocionale për ofertën e sotme nga Prostatol dhe vazhdojmë pastaj me përgatitjen e petullave. Kështu që formulën e dim rikthehemi shumë shpejt. Dhe vazhdojmë tani t'i përgatisim petullat, sepse edhe do t'i skuqim në këtë pjesë, kam përshtypjen, sepse kemi vendosur tiganin. Shtojmë dhe vajin, apo ta nxjerrësh fillimisht. Elisa më vjen shumë mirë kur thonë, për unë, që punën e ekran e din, kur thonë shpejt. Nga ku jemi këtu, pas të fillojmë. E bëjmë sikur nuk e dëgjojmë. Atëherë tek petullat. Ta shohim procesin nga afër. Tek petullat. Shtoj. Te petullat, po ne jenë me te petullat, si jemi akoma më vrap. Ku është majaja, është sheqeri. Uj ose qumësh të vakët. Të vakët, se po edhe vëmë të nxehtë djegim majan. Unë dua që të përshtatem me një që nuk ka qumësh. Pra ju e keni recetë për me qumësh, as nuk diskutohet. Dhe e keni vënë re që vazhdimisht unë jap atë alternativën që ne nuk e kemi. E përzijej derisa të tretet majaja. Majani dim shumë mirë që është një kërput që e ka qef shumë atë mamamën, sheqerin. Aktivizohet nga sheqeri. Nuk shtoj krip sepse e pengoj. Shtoj Unë vendosa vajin, po është e vendosa shpejt. Mire bëre. Pra nuk e shtove kripën? Jo. Tani, jo. Shtoj miell derisa të aktivizohet derisa nxjerr ato fuskat e vogla. Nëse unë vendosë lugën e lagësh, ja këtu. Krijoj lagëshirën të mielli pastaj. Kam provuar një me ujë më të ngrohtë se ç'duhet dhe nuk erdhi brumi. Nuk vjen ti edhe kur bëni brumin, shtoni miell, pra shtoni 2 fishin e miellit dhe kur thonin dikur jarabi të vinë të rezi. E lë derisa të aktivizohet. Unë nuk kam kohë që të pres të aktivizohet, Shtoj aktivizimin e kuptojmë se mielli merr bën fluskat. Volum, pra fluskat. Fillon dhe fluskon aty. Dhe pastaj e përziem me pjesën tjetër. Pakës miell dhe tani ne do ta kemi më të shpejt aktivizimin sepse duhet të jetë në formën e një qulli që ne ta kuptojmë. Unë do ta lë që ju ta shikoni aktivizimin. Më pas dyshim, duke qenë se janë me majak, na duhet në tepër kohë të presim që më pas unë do të shtoj kripën, më pas. Pra jo që në fillim krip, maja dhe sheqer. Largoj. Ndryshe, rezultati nuk do të jetë I arir, por duhet të prisni pastaj do ta ktheni brumin. Këtu kam masën e brumit. Të para përgatitur. Po. Kur e ke përgatitur në mëngjes? Po, kur erë mëngjes herë, domethënë, tani mëngjes jemi, po pak më herët. Mua më duhet kjo masë. Pas ka dalë shumë I mirë. Të jetë ngjitse dhe më pas unë shtoj dhe një masë tjetër mielli. Dhe bëre shumë mirë që vajin e vendose shpejt, sepse e kisha, nuk e dini që kisha zëmbrum. Nuk e dija, vërtet nuk e dija që kishe marrë punët me Terezi që herët, dhe mirë ke bërë, se anvisat zonja tona duan ta shohin procesin deri në fund. Pra edhe presin të aktivizohet majaja. Shikoni tani, kamera afrohet dhe shikoni bulzat e vogla që krijon aktivizimi majas. E kam në rregull dhe filloj tani dhe shtoj
masën e kripës. Masën e miellit, që kjo është dora e dytë, dhe filloj dhe e punoj. E tham dhe njëherë ujë vakët ose qumësht. Tani, unë këtë e kam bërë me qumësht dhe duket që është bardhësia pak më ndryshe dhe këtu me ujë. Monikja, vasha, ti e punon edhe unë filloj këtu tek. Janë si më të buta, por i duan pak më të buta se petullat e tjera. Do t'i shtoj dhe pak ujë, besoj. Vendos. Letrën e kuzhinës. Dhe pakës miell këtu. Vaj du t'jetë gati, fillojmë që ti skuqim petullat tonë. Largoj pak sa, se duhet ta sjell dhe Terezi. Pra kjo masa vërtet jetë ngjitse, por të jetë të shkëputet nga ena. Ky brumi që do ta lëm të vi, është më i hollë se ç'duhet apo? Po, është më i hollë, edhe pak. Ti shtoj edhe pak mirë. Dhe kur e punon brumin, normalisht ndihen janë ato qeset e ambalazhimit të qelqeve, të lavatriceve, çfarë janë delikate, edhe kanë ca fluska që ne, kur ishim kalamaj... Paketime. Ajo zhurmë është, që ne e ndjejmë tek mielli. Çfarë duam ne kur përgatisim petulla? E para të jenë të buta, të shishme, mos thithin vaj. Kjo është... Të mos thithin vaj. Jo pak po e sigurt, për këdo që përgatit petullat gjatë fundjavës, apo përgatit petulla për fëmijët me vete në shkollë, apo njëherë kur kemi dëshirë që ti shijojmë ato me reçelin, me mjaltin, apo me djathin, apo ka dhe shoqërime të tjera që ndoshta nuk më vinë në mend për momentin. Janë të pafundme mënyrat e përgatitjes së petullave, si ato tradicionale me maja, si ato të tjera që kemi sjellë tjetër me albanën, me kos, vezë dhe pak sod, apo thjesht me ato treshen e barabartë në sasi ujë, qumësht edhe kos. Pra janë shumë receta petullash. Tani, po. Duhet të eksperimentojmë, të shijojmë dhe të provojmë të mënyrave të ndryshme. Nëse vaj është i nxehtë shumë, shtoj pak vaj të ftohtë. Nuk duhet të jetë i nxehtë fare, sepse digjet nga jashtë dhe është brum nga brenda. Kam gjithmonë një gotë me ujë, gjë që nuk ndihmon që mos ngjitet brumi. Të fillojmë të skuqim petullat. Si dikur, që i hapnim në forma Vetëm tu nuk duhet forma rregut. Po, jo shumë simetrike. Vetëm tu nuk duhet forma rregut. Hop. Normalisht duart e lara në fillim fare dhe se s'është nevojshme të them unë. Të tilla. Po të doni ju mund t'i bëni dhe më të mdhaja, Pa ty fryen ato bëhen më... Po, ja. Më të mëdhaja se brumi që vendoset. Ose në të kundër, Niki të lutem, më falë. Vendos pak vaj. Qik vaj të këduart, mos është më kollaj. Dy alternativa. Gjithsesi pasi të skuqim, ne do vendosim një letër kuzhine. Masën që më duhet edhe... Ose mund t'i bëjmë ashtu toplla të vogla, mund t'jetë varianti tjetër. Këto, të tilla që të... Opa, ti këtu edhe...
Fillimisht duhet të jetë vaj i nxehur mirë, më pas ne do ta ulim temperaturën në mënyrë që të vazhdoj procesi skuqjes nga të dy anët dhe të depërtoj deri në mes, në brëndësi të petullës, që të mos na ngelet brum brenda dhe e djegur nga jashtë, siç e tha. Siç e tha dhe tha shumë mirë. Pra vaj duhet të jetë i ngrohur, por jo i nxehur që të digjet. Dhe të jetë konstant, në atë temperaturën konstante dhe për pjesën tjetër të brumit. Gjithmonë, skuqja e dytë e petullave është më e mira. Të parën e haj zoti, sepse nuk do të dali për që bardh, ja vetë. Duke se dhe me tiganin e parë ke goditur për prit. Nuk janë të bëra, po përse i kthej që të marrin nxehtësinë. Kemi një pastë pastaj nga ola, kështu që do të vendosim ujin për të zier, që gjatë publicitetit të kemi kohë në minutazhin që ka pasta për ta përgatitur, të shohim se me çfarë recete do të vim pas reklamave, një pastë e shpejtë e thjeshtë, Albana vendosi dhe ujin, ne do të skuqim petullat dhe do ritakohemi pas reklamave, kështu që na prisni. Mirë se erdhët në pjesën e dytë të gatimit për të përgatitur një tjetër recet në kuzhinën tonë pas petullave që i skuqëm dhe që po vazhdojnë të skuqen tigan pas tigani. Ja, ky është rezultati i skuqjes, brenda të buta, jashtë pak më krokante. Tani po më thon provoja ndërkohë. Për shembull, kjo duket sikur është e bërë shumë, po jo. Po shijoj kafe, po pres edhe djathin edhe pak mjalt. E mora direkt këtu. Të lumshin duart. Faleminderit. Ha e mbaj aty. Aty do ta mbaj, pastaj do t'i hajnë Terezi tani. Do të flasim. Kanë dalë shumë të mira. Duke që në prekje që në pamje dhe pastaj kush e provon jep edhe okejin e fundit. Jep verdiktin e vet. Djath kemi, mjalt po ashtu dhe e realizojmë atë kombinimin perfekt kombon e duhur. Ndërkohë, ja edhe këtu, edhe kalojmë tek, siç tham, do të përgatisim tani një pastë të njohur, të shpejtë, të thjeshtë, me pastën ola, do ta përgatisim gjysmë këtë spagetin, vetëm po shoh pak kohën e zgjerrjes, që Albana ka shtuar ujin, është 11 minuta, respektoni gjithmonë minutazhin që përshkruhet në paketim, në mënyrë që të merrni rezultatin e duhur të pastës. Pasta ola prodhohet me grur me cilësi të kontrolluar, të bluar në Itali, por të zhndëruar me pasion në semolat që përdoren për të prodhuar pastën ola. Pasta ola prodhohet në impiante ku kontrolli i cilësisë së lëndëve të para verifikohet në çdo moment të procesit prodhues. Thjesht bëra detyrën e çdo konsumatori për të lexuar në etiketë se çfarë përmban, si prodhohet. Pra, semolina grurit të fortë dhe ujë. Dhe origjina e grurit është në vendet e Bashkimit Evropian. Teknologjia me cilën prodhohet është një teknologji e lartë, e kohëve moderne, për të sjellë një pastë cilësore që ne ta shijojmë siç duhet dhe të mos na dëmtoj. Por kjo lidhet dhe me disa elemente të tjerë, siç tham, koha e zgjerrjes, sipërzgjedhja, kombinimet e ndryshme të tjera. Sos ju ta gatuash, Albana, me çfarë salce apo alla carbonara? Atëre. Ta thoj se i kam qef të terma kur i përmend, kështu i thua. Përfshihesh, shkrihesh e gjitha tek termi. Tek uji. Ja, një sekond, shtë pak që t'jemi, edhe pasaj kemi kohën që të flasim, jo, nuk e kam shtuar edhe kripën. Shtoj edhe kripën, edhe jemi, tani e ke të gjithë kohën tënde. Jo, do vendosim të zijem për 11 minuta dhe unë do t'i lexoj përbërësit. Po, sa të lexosh përbërësit, kam shtuar dorë makaronat. Do të përmbaj pasta, i shohim së bashku, pra po gatuajmë recetën e spageti alla carbonara, 400 gram makarona spageti, pra një pako, ne mund të ta gjysmojmë, të shtojmë të gjithën ose jo të gjithën, 2 vezë të plota, 4 të verdha vezësh, pra 2 të plota me gjithë kuqen dhe të bardhën, dhe 4 të verdha vezësh, 100 gram pancet, 100 gram djath kaçkavall, krip, piper i zi
i sapo bluar, pra që të ndihet ajo aroma e freskët e piperit. Atëherë, kam 2 të verdhat e vezëve, edhe 1 të plot. E punoj. Të duhen vezë të tjera për të bardhat, i marrë në frigorifer, duhet kemi Jo, po? më duheshin. Jo, asgjë kaq më duhet, sepse e kam përgjysmuar fare. Duhet ta E kam limituar porcionin. Pra, receta që unë lexova është për 4 persona. Po. Ne po e përgjysmojmë sasinë e vezëve, pancetës edhe djathit. E kam bërë në çerek fare. Po. Gjithmonë recetat në ekran nuk japim për 1 person, japim për 4-5 persona. Rrah vezët. Keni pancetën, mund të merrni pjesën e faqes derit. E prisni në kubik, ose në të kundërt, në shirita të hollë. Ja të marrë, të fikon tjetër. E shikoni që këtë është pjesa me dhjam. Ta bëjmë pak më të pasur. I shtoj në tigan. Të them të drejtë, në moment që unë e kam zjerë dhe është pak problem tek mishi derit, që ne ta marrim dhe ta vendosim sërish në frigorifer. Pra, unë po e pres të gjithën duke i vendosur palë njëra mbi tjetrën. Mishi derit, sikurse dhe i pulës, ka një gatim shumë të shpejt dhe normalisht është dhe në varësi të prerjes. I largoj. Mirë. Jemi. Ja, servirja e duhur. Qik djath, pak mjall, edhe petulla. Urdhra. Po thoshe që po përnë ndesha, po përnë ndesha, po më rinde moshlja. E petulla sa të bëj e ti pastët. Pra. Shiko, ja, fillon. Bien vetë makarona, po gjë që unë do të ndihmoj pak, sepse që të bien vetë, dua në hu. Sa ishte minutazhi ambalazhimit? 11 ishte minutazhi. 11, kështu që ne atëre 10 minutë që do ta çoj diku tek 8. Okej, të vazhdoj dhe pjesa tjetër. Sepse do gatuhet. Vendosa më pak që të kem kohë. I bë kapakun që ta ndihmoj. Ja, dhe pak minuta sa të bëhet panceta, ne do ta presim pak. Shtoj pak gjallë. Që t'i japim makaronave atë shkëlqimin e duhur në fund fare ne shtojmë gjallë që t'i japim atë shkëlqimin. E ndihmoj yndyrën, këtu ishte e petullave, sa të vjeni. Yndyra e petullave. Largova yndyrën dhe e lash, sepse tigani është i ngrohur. Pra nuk themi që nuk lajmë tiganët, por këtu ishte në skuqe. Nuk shtoj as vaj, nuk shtoj as krip, as një gjë. Fillojnë derisa në momentin që fillon të zbardhet, i lë sepse këto duhet të marrin atë krokanten pak. Tek salca, që quhet salca e vezëve, i rrah mirë dhe më pas shtoj lëng nga makaronat. Lëngun e makaronave e shtoj gradualisht. Nëse unë e shtoj të nxehtë direkt, normalisht do pritet. Do pritet. Pra veza do piqet. Kam djathin dhe i shkon shumë mirë piperi i zi, jo piperi i bardhë. Janë të specifikuara edhe lloji i piperit. E dim shumë mirë, piperi i zi, kemi piperin e zi, të bardhin, jeshilin dhe të kuqin. I kuqi shkon tek baristët dhe në ëmbëlsira, normalisht shkon dhe në gatime. Piperi i zi është i pjekjes së nivelit të lartë, jeshili pak më pak dhe i bardhi pak më pak.
Por nuk do të thotë që piperi i zi, i bardhi na ndihmon, jeshili na ndihmon nga ndonjëherë dhe tek ëmbëlsirat. Ashtu siç është dhe pak a shumë e ka shijen, pak a shumë, ka shijen e arës së kozanit, arë moskat ose arë myshk. Sërish i jap një përzierje dhe këtë radhë shumë dinjitoze, sepse unë them gjithmonë është cilësia. Nëse ju nuk doni ta merrni pancetën, atëherë merreni mishin e freskët, të jetë te faqja e bakqis, e coptoni vetë dhe e largoj se për pak bëm përmbytjen e Venecias. Të shkon deri në Venecia se. Se me që janë alla carbonara. Ashtu dhe. Ja shifi pak ka nxjerr apo jo? Edhe po të doja unë ta kërkoja. Do të thotë që pajisjet e kuzhinës dhe kuzhina është zinxhir me njëra tjetrën, s'ka. Me që unë ku e kam në dorë këtë. E di për çfarë është kjo? Kjo është për punën e qofteve. Vëm masën e mishit të grirë, e kemi punuar, e shtojmë këtë, edhe del masa e qoftës. E ja, si këto emët e bukura, si këto gjitha janë qoftet e mishit apo të perimeve. Të gjithë shkaje. Sot ka gjithë edhe të brumi petullave. Ka edhe të brumi petullave, po. Këtu. Për pajisje sot nuk mungojnë, thjesht koha. Marë pak lëng dhe e lëmë njanë. Më duhet derisa të bëhet kjo shkëputja e tillë. Po do edhe pak, sepse shikoj që është do në metajin e vetë. Jo, po presim edhe pak minuta. Për shembull, vetëm unë s'kam pritur, unë kam dashur të lindë përpara kohë. Kemi 3-4 minuta. 3-4 minuta është shumë në rregull. 3-4 minuta që zjejnë e kam fjalën koha e zjerjes, që tavë në furr, të jenë pak al dente, mos jenë qulle, edhe që të tretet më mirë pjata. Sjellim edhe tavën që kemi gatuar në pjesën e parë, tavë me perime dhe me mish pule. Të provojmë nëse perimet mishi janë pjekur, janë zbutur. Shtoj një mas të tillë, vaj, për ta mbajtur shkëlqimin dhe aromën. E provoj se kjo goja shkret nuk na lë. Shiko, që është e bërë? Ja. Provojmë edhe mishin pak, dhe që nëse nuk ka nevojë ta vendosim. Mishi, ja, ku është mishi që është pjekur. Prandaj dhe lihet në fund fare. Një tavë të tillë të shpejt e gatuani në çdo moment, në drekën tuaj, për darkën kur e keni ju të mundur. Sepse është e nxehtë. Jo, Jo, me se më duhesh. Me jam bërë duar, nuk ndjejnë më nxehtësi. Tani, dy recetat i përfunduam. Petullat dhe tavën me perime dhe me mish, do t'i gjeni në kanalin tonë zyrtar, në YouTube, në Reze Dielli, ku vazhdoni të na bëni subscribe. Jemi një komunitet i madh aty, çdo ditë shtohemi, çdo ditë më shumë, për të konsultuar, për pyetur, komentuar dhe për të marrë recetat tona, të gatuara çdo ditë për ju, po ashtu edhe tematikat që trajtojmë me ekspertët tanë. Përfundojmë dhe recetën e pastës, e shpejtë dhe kjo, pastat gjithmonë janë të shpejta, kur dim formulën e dur, kohën e përgatitjes. Edhe njëherë së bashku i rendisim produktet që na duhen për përgatitjen e spagetit. Spageti gjithmonë spageti ola. Një linjë e re në treg me një ambicje të madhe për të zgjedhur pasta cilësore, premium, sepse e tillë është dhe lënda e parë dhe sigurisht një pastë e mirë, ka teknologjinë e mirë dhe lëndën e parë të duhur. Së bashku dhe njëherë se çfarë përmbajmë, receta e spagetit alla carbonara me makaronat spageti, me vezë të plota dhe 4 të verdha vezësh për një pastë, për një tenxhere për 4 persona. Është kjo recetë, 100 gram pancet, 100 gram djath kaçkavall dhe kri piper të zi të sapobluar. Ne përgatitëm një masë pak më të vogël, i përgjysmuam produktet që kemi shënuar në recetë për një porcion. Ujin e makaronave të vezët, që mua mos më pritet. Shtoj piperin e zi. Edhe tek vezët, edhe tek makaronat, tek spageti. Një mas gjalpi që t'i jap atë shkëlqimin e duhur makaronave.
dhe ju e shikoni që do dhe pak. Tani për hir të së vërtetës, se nuk bëhen makaronat me... Okej, do të shtohet, në fund fare do i shtohen vezët. Të përthithen dhe pak lëngjet. Ul nxehtësin, gjë që i bëra dëmin vetes, sepse do akoma dhe më tepër kohë, por unë dua t'ju jap ekzekutimin të duhur. Po ja, se do ta presim që ta servirim siç duhet, marrim edhe një pjatë, i shtojmë atëre. I shtojmë se ne jemi në fund, do ta mbyllim të hapësirë, shtojmë vezët, verdhat dhe të bardhën e vezës, se kjo është, le themi, veprimi hapi kryesor i recetës. Shtimi i vezëve, sepse bëhet me shumë vezë, me të verdhën dhe me të bardhën, plus panceta, plus djathi i shtuar, që do t'i shtojmë edhe sërish djath tjetër. Në mënyrë që vezat të mos pishe, do të rregullojmë temperaturën. Nikim, jep një pjatë të lutem. Dhe jemi në fund se du ta mbyllim. I till, ja, kremi. Shërbehet kaq i lëngshëm, kap një pjatë sido që t'jetë, se s'kam për t'i vënë formë. Sido që t'jetë. Më të parat. Dhe i dash pak më të shëndetshme. E lëm këtu tek... Opa! Tek një pjatë shtojmë edhe djathin dhe duhet të mbyllim këtë hapësirë dhe do të rishihemi pas fleshit informativ. Ju presim. Ja. Mirë se u rikthyet në Reze Dielli, do t'jemi në lidhjen tonë të çdo të mërkure me Altin Jokën, për me cilin do të flasim sot për parazitët dhe për piramidën e re ushqimore prezantuar nga Amerika. Fillimisht përshëndesim pak Altinin. Altin? Përshëndetje. Faleminderit për kohën tënde dhe të kërkojmë ndjes për vonesën e nisjes së programit. Do të mundohemi të organizojmë diskutimin ton. Në pjesën e parë do të flasim për një temë të njohur, që prek shumë njerëz, por do të dim më tepër prej teje se çfarë mund të bëjmë për parazitët. Sa të rrezikshëm realisht janë ato në organizmin ton dhe si mund të zhdukim parazitët nga organizmi. Fillimisht të dim se sa real është problemi i parazitëve në trup. Edhe pse nuk po ju shikoj në kamera, unë po flas, shpresoj që ju më shikoni. Po, është mirë. Faleminderit. Parazitët janë ndoshta elementet më të neglizhuar nga ne, edhe pse janë nga më të përhapurit. Janë të neglizhuar sepse në përgjithësi nuk japin simptoma problematike, japin simptoma të përgjithshme, duke sikur nuk janë real sepse janë të padukshëm, dhe t'japin një përshtypje kur ne shikojmë edhe në feqe nuk i shohim me sy të lirë, shpesh edhe në analiza duken sikur ato nuk ekzistojnë, por faktikisht ata kanë qenë dhe na kanë shoqëruar gjatë gjithë historisë tonë njerëzore dhe ne kur sado që jemi munduar nuk i kemi zhdukur. Ato janë përshtatur shumë mirë brenda trupit të njerëzit, edhe pse nuk mund të shikohen, nuk mund të nuhaten, nuk mundet të kuptojmë diçka më tepër. Përsëri ato janë brenda ciklit të jetës njerëzore dhe futen ku shmanget lehtësisht niveli i sistemit imunitar i dobësuar. Pra, në momentin kur trupi është më i ekspozuar, ato hynë. Tani, dua të them të parën gjë që njerëzit ta kuptojnë së pari. Çfarë janë parazitët, çfarë dëmi sjellin? Sjellin aq shumë dëm sa ne ndonjëherë ne i neglizhojmë dhe nuk i kuptojmë. E para njerëzit sjellin shkatrimin e mukozës së zorës. Bëjnë uljen e përthithjes së vitaminës B12, hekurit, vitaminave tjera, zinkut, japin probleme me anemi, me lodhje kronike, me rënje flokësh, me dobësi imunitare. Sjellin probleme me alergji, japin mundësinë që të krijohet kandida, japin probleme me azmën, sjellin sëmundje autoimune kur qëndrojnë për një kohë të gjatë. Ngatrojnë dhe shkatrojnë nivelin e sistemit imunitar, prodhojnë toksina, duke sjellë nivele të mbetjeve, duke çliruar mbetje metabolike dhe duke sjellë lirimin e amoniakut, dhe kjo do sjellë disa probleme deri në formimin e tumoreve. Rëndojnë mërqing dhe dëmtojnë sistemin nervor, japin ankth, pagjumësi, depresion. Më falni, sjellin probleme të mungesave të lëndëve ushqyese, kanë ndikim shumë tek menstruacionet, të çrregullimit tiroideve, te problemi i uljes së fertilitetit. Kanë probleme të uljes së peshës, nga ana tjetër çrregullojnë gjithë pjesën e metabolizmit etj etj. Pra janë shumë të rrezikshëm dhe ndonjëherë jashtë zorës të parazitëve, ne flasim vetëm për parazitë e zorëve, sjellin probleme të rënda në mushkëri, në mërqi, në tru, dëmtim në sy,
dhe janë pra shumë të rrezikshëm dhe rruga dhe duhen luftuar, pa dyshim. Dhe duhen luftuar. Tani rruga se si mund të vinë ato në trupin ton janë e para fare është ushqimi, Ushqimi është baza kryesore. Sepse trupi nuk ka sensor për parazitët që të bëjnë një parandalim. Në momentin që mishi nuk gatuhet mirë, sidomos mishi I derit, kur kemi ushqime të cilët janë si sushi, carpacciot, mishat e marinuar të papërpunuar, është një rrezik potencial. Kur nuk lajmë kryesisht gjethet jeshile të perimeve dhe të frutave, po perimet me gjethet jeshile si sallata jeshile, spinaçi, rukola dhe të tjera lakrat, është një nga arsyet kryesore që ato gjen rrugën për të futur në organizëm. Mënyra e higjienës dobët larjes duarve apo mbajtjes së higjienës në përgjithësi, merret nga uji që është I pafiltruar mirë, merret zakonisht shumë nga akulli nëpër bare dhe restorante, merret shumë tek pishinat ku lahemi. Në ana tjetër, merret nga thonjtë të gjatë, sidomos mbajtja e thonjve të gjatë e femrave, kontakti me pelenat e fëmijëve, marrja në qerë dhe në kopshe në shkolla nga tualete dhe nga të tjerët, apo dhe tualete publike, marrja nga qeni, nga macja, ata që rrisin bakti, dhe problemi është të tjerë marrin nga toka, nga balta, nga kopshtet që punojnë. Dhe të gjithë këto depërtojnë nëpërmjet organeve dhe kalojnë, aciditeti stomaut është I ulët në atë rast, dhe kjo sjell këtë lloj problemi. Por mund të merren edhe nëpërmjet lëkurës, merren edhe nga rruga seksuale. Pra ka shumë rrugë në cilët ato marrin. E kuptova. Altin, tani na duhet patjetër të kuptojmë simptomat, shenjat, ato ndoshta dhe jo shumë tipike, të cilat ne shpeshherë ngatrojmë edhe me gjendje të tjera të organizmit ton, problemet hormonale, tretja e dobët, apo probleme që cilat nuk na çojnë drejt për së drejti që mund të kemi parazit. Pra çfarë mund të veçojmë nga simptomat? Po, është e vërtetë. Janë një grup simptomash që janë të përgjithshme për shumë lloj problematikash, por ama trupi na ka filluar të na japi disa shenja. Duhet kuptojmë që ne kemi mbi 1000 parazit në trupin tonë. Një pjesë e tyre futen, ndalin, nuk sillin dëme të mëdha, por një pjesë sillin dëme të jashtëzakonshme. Ato janë të ndarë në disa klasa. Klasa e parë është protozoarët, të cilët janë mikroorganizma një-qelizor që futen nëpërmjet zakonisht ushqen nga bakteret kryesisht, këto parazit, dhe I kemi të ndara në dy pjesë. Protozoarët e zorëve, që ne I dimë, dhe kemi protozoarët e gjakut të indeve, të cilët jetojnë në gjakun tonë, në inde dhe transmetojnë te njerëzit edhe të tjerët pa tjerë. Parazitët në inde dhe në gjak janë shumë të rëndësishëm për t'u thënë, sepse janë shumë të rrezikshëm. Nuk qëndrojnë vetëm në zorë, këto shkojnë në muskuj, këto shkojnë në mëlçi, shkojnë në mushkëri, shkojnë në tru, shkojnë në sy, shkojnë në lyet limfatike dhe ato formojnë gradualisht kiste, formojnë inflamacion kronik, sjellin probleme me qarkullimin e gjakut. Njerëzit që kanë një inflamacion sjellin një anemi kronike dhe të përhershme. Edhe këtu do të maten, nëse nuk gjejmë nga faktorët kryesorë, do të shikojmë se kush është problemi. Bëjnë rritjen e citokinave inflamatore, bëjnë lodhje ekstreme, dhimbje të muskujve, kyçeve, shpinës, krave, kudo, ethe të herpaseshme që ne mund të kemi. Dëmtim të organeve, problem të kollës kronike në mushkëri. Duhet mendojmë që mund të kemi parazitët. Ku kemi probleme neurologjike, një nga faktorët mund të jenë parazitët. Ku kemi probleme me aritmi të përhershme dhe nuk kemi gjë shkaktar, mund të jetë kjo. Anemia që të thash sidomos shkatrimi I qelizave të kuqe të gjakut dhe vitamina B12 mangut, pra anemi e rëndë, që jep lodhje kronike e tjera. Ankthi, depresioni dhe konfuzioni. Të gjitha këto dhe problemet autoimune si tiroidet, problemet vaskulare, sëmundjet tjera për shembull që mund të sjellin edhe pasojë më të rënda dhe në tumore. Dhe për këto duhen bërë disa analiza të përcaktuara për të shikuar eozinofilet, që është shumë e rëndësishme, duhet parë një panel I përgjithshëm si është SR-ja, CPR-ja, teste serologjike për të kuptuar në çfarë niveli është. Tani klasa tjetër janë helmitet, që janë krimat parazitar, që përsëri kanë 3 grupe kryesore të ndarjes të tyre, që ne kemi dhe këtë xhardien, shiritin, pjesën e tjetër të krimave oskuret, që për këtë po flasim aktualisht që ka shumica e njerëzve, dhe shenjat e tyre, edhe pse janë të ndryshme nga njëri të tjetri, mund të themi që sepse ato jetojnë për një kohë të gjatë në zonën tonë. Pra nuk mund të japin shenja direkt, po japin shenja graduale. Dhe një nga këto arsyet është kur kemi fërkim shumë këtu para hundës, majën e hundës,
kemi fërkim këtu të vetu atëherë pasere, natën ku flëmgjum, kemi kruarje të kokës të pakuptueshme nga ndonjë arsye tjetër. Kemi zbokth. Nga ana tjetër kemi shenja të plakjes së lëkurës. Ku lëkura na fillon plaket dhe rrudhet shumë shpejt për një kohë të shkurtër, ne kuptojmë se duhet të kemi parazit. Kur menstruacionet janë të parregullta, patjetër duhet kemi edhe parazit. Nga ana tjetër ku kemi gërhitjen e fëmijëve sidomos, po edhe të rriturve, mund të kemi dhe është parë që rreth 45 dhe 60% vjen edhe nga parazitët. Nga ana tjetër kur ne kemi dëshirë shumë të madhe të konsumimit të kripës, duam të ham ato patatina, gjëra me krip, do të jedhim krip sa më tepërt. Nga ana tjetër ku konsumojmë në darkë shumë sheqer. Ku kemi kruarje anale, ku kemi rreth të zi të syve. Nga ana tjetër ku shikojmë që kemi bërë një panel analizash dhe kemi mungesë të vitaminave dhe mineraleve. Ku lëshon për shtym gjatë gjumit, sidomos në darkë, pa vetë dije. Edhe kjo është shenjë parazitëve? Po, ku lëshon, po, ku shpesh ne na vjen për të vjellë. Kur ne rim, kemi konsumuar ushqim dhe kujtojmë se na vjen për të vjellë nga ushqimi apo nga një element tjetër. Kjo mund të jetë nga parazitët, që sjellin nga probleme tjera. Kur ne kemi shpesh her kapslëk, her diare. Kur kemi kruarje të lëkurës pa shkak, rim dhe kruajmë lëkurën, edhe pse nuk kemi ndonjë problem tjetër. Nga ana tjetër ku kemi fryrje dhe gazra, ku kemi puçra. Në ana tjetër përsëri ku rritet niveli i akneve, ku kemi ekzem, ku kemi urtikarje, pa alergjen të qartë që nuk po e gjejmë. Pra, simptomat ndonjëherë nuk janë shumë specifike dhe ndonjëherë analizat në faqe mund të dalin dhe gabim. Ndonjëherë nuk dalin për kohë të gjatë. Nuk dalin e fare, nuk dalin për kohë të gjatë. Po, edhe lodha kronike etj. Por përsëritur duhet përsëritur dhe duhet parë edhe ai paneli i hemogramës, kur unë të thash eozinofilet për shikuar nivelin e tyre që shikojmë nivelin e alergjenëve dhe parazitëve dhe disa analiza të proteinës së reaktive, të këtyre shenjave që japim, të vëmendshëm në aspektin e disbiozës së zorës ose të feçës të fëmijët apo të vetja, për të parë se si është situata që tiri përsërisim disa herë problemin e parazitëve. Pra, duke ju referuar të gjithë kësaj game simptomash që janë shumë simptoma, nëse ato përsëriten, ato na krijojnë një bezdhi dhe vazhdojmë për një kohë të gjatë sepse janë simptoma të cilat besoj se shumica i neglizhon, do të fillojmë të bëjmë analizat, të gjejmë pa burimin shkakun, sepse nëse ne do të luftojmë, e kemi thënë gjithmonë dhe këtë mjekësia holistike e mbështet shumë, nëse luftojmë vetëm pasojën, s'kemi zgjidhur absolutisht asnjë gjë, thjesht duhet të gjejmë shkakun, pra të luftojmë parazitët. Por dua të di, a ka ushqime të cilat gabimisht ne duke i konsumuar rrisin numrin e parazitëve në organizëm? Pra i ushqejnë dhe parazitët. Cilët janë këto ushqime? Po. Duhet të kuptojmë që ushqimi ka një rol vendimtar në të gjithë mekanizmin biologjik të trupit tonë. Edhe te parazitët patjetër, sepse parazitët nuk jetojnë pa ushqim, nuk jetojnë në vakum. Ato varen pikërisht çfarë fut ti në trupin tënd, por dhe nga terreni që krijon ushqimi. Se jo vetëm çfarë fut ti, por dhe nga terreni. Po ta shikoni të parët tanë e kanë pasur nivelin acid stomaut 1.5. Ai sa e ka pasur tigri, luani, ujku. Sot ne kemi mbi 3.5, 4.5. Dhe niveli i ulët i aciditetit në stomak bën që prandaj dhe ka pas pak elmime. Prandaj dhe tigri dhe ujku nuk kanë probleme shumë me parazitët apo me bakteret. Për një arsye se acidi i ngordh këto, i eliminon. Sot acidi i stomakut tonë është rritur jashtëzakonisht shumë. Dhe ushqimet që ushqejnë parazitët, e para janë ushqimet që krijojnë një terren ideal për parazitët. Dhe kush është? Është sheqeri i bardhë dhe gjithë karbohidratet e rafinuara. Të gjitha ëmbëlsira, duke filluar nga pijet, biskotat, waferat, gjitha llojet e ëmbëlsirave, buka e bardhë, pastat, produktet industriale. Pse? Se parazitët ushqejnë me nivele të glukozës. Sheqeri bën që të rritet niveli i fermentimit në zor. Ulet në këtë raport ulet niveli i sistemit imunitar në zor. Me uljen e sistemit imunitar, ato përfitojnë që të shtojnë. Fillon dhe disbioza e zorës. Pra nuk është rastësi nga sheqeri. Prandaj dhe përkeqësohet zakonisht edhe ne duam sheqer, se e kërkojmë parazitët, sepse parazitët ndonjëherë ndikojnë edhe tek mendimet tona, tek vendimet tona, ndikojnë tek sjelljet tona. Duhet ta kuptojmë që ndikojnë zakonisht shumë. Produktet që janë me aditiv, me ngjyrosës, me konservant, vajrat industrial të paketimit, to vajrat që skuqim në gatim, pra sjellin probleme të disbiozës, sjellin inflamacion dhe dobësojnë barierën intestinale të zorës. Një zorë e dëmtuar është një shtëpi e ndërtuar për kanditën dhe për parazitët. Kur ne i konsumojmë të ushqime, Altin, fillojnë ato simptomat të shtohen, pra pasi kemi konsumuar sheqer për shembull.
pasi e kemi konsumuar një ëmbëlsirë, na fillon trupi të ndjej disa simptoma, kruarja apo një lloj shenjë tjetër terreni? E para mirë të vjen sikur të vjen për të vjedh. E dyta duket sikur je i ngarkuar shumë dhe nuk të hahet asgjë tjetër. Pra nuk kërkon më të ushqesh. Nga ana tjetër shikon që mundesh të kesh dhe marramendje. Kjo ngatrohet ndonjëherë me glicemin, por që janë të lidhur me parazitët. Përsëri ti kërkon sheqer. Kjo vjen edhe nga roli i problemit të dopamin, serotoninës dhe ndikimit sheqerit tru si narkotik, po themi në të rast, por ndikon. Por ne do shikojmë uljen e aciditetit të stomakut. Në qoftë se aciditeti i stomakut do na ulet, do fillojmë problemi në stomak, atëherë kemi filluar të ndryshojnë shumë gjëra në mikrobiomën tonë. Dhe probabilisht ne mund të kemi një gjë të tillë. Por ne kemi edhe ushqime që mund ta mbrojnë trupin tonë. Kemi ushqime që të rrisin nivelin e acidit të stomakut. Duke përdorur limonin, uthullën dhe të gjitha ato të afthat. Rritin mullimin e enzimave. Rritin e sistemit tonë imunitar. Rritjen e perimeve të pasura me fibra. Sa më shumë fibra të kemi, fibrat janë pastrues të zonës sonë, si një lloj fshese. Ushqimet e fermentuara, perimet jeshile. Nga ana tjetër, ushqimet të mira siç është hudhra, qepa, farat e kumullit, gjinxhri, kurkuma ose shafrani indis, karafili, rigoni, erzat, mandanozi, kopra, të gjitha këto, papaja, ananasi, mango, krijojnë një ambient jo të favorshëm toksik. Dhe këtë bëjnë që parazitët mos shumohen, se thelbi është terreni biologjik që ne e furnizojmë. Se hajde se po i heqim, ato do ripërsëriten prapë nëse ne kemi një terren. Kur gjendet terrenin e mbyllet, ushqimi si vaji i ullirit, të peshqit, të erzat që unë të thash, do bëjnë që të kemi një inflamacion të ulët, vaji i peshkut. Pra ulje gjithë këtyre elementeve tjerë që zorat të punojnë më mirë, të aktivizojnë mekanizmat mbrojtës që mos kemi një problem. Kjo është thelbi kryesor i gjithë. E kuptoj. Tani kur flasim për parazitët, bëra një çek në telefon dhe kishte pafundësisht protokolle, regjime, formula, receta, kombinime. Tani kur flasim për t'i pastruar, për t'i zhdukur parazitët nga organizmi, çfarë është e sigurt dhe çfarë është e rrezikshme? Si ta dallojmë një protokoll serioz ushqimor nga kurat ekstreme që shpeshherë mund të sjellin ndonjë problem shëndetësor, ndonjë efekt ansor që qarkullojnë nëpër jetë? Unë nuk jam institucioni kryesor që vendos protokollet dhe të them që kjo është më e mira dhe kjo është më e keqe. Por pikërisht në këtë pyetje që është shumë thelbësore, është kyçe për këtë, këtu ndodh edhe dëmimi i madh. Sepse ndonjëherë ne marrim kura të gabuara duke mos vlerësuar dhe ndar kriteret kryesore dalluese, duke mos ndar qasjen serioze me atë qasje që ndonjëherë kthehet e rrezikshme. Kush është parimi i bazë? Në opinionin tim dhe aq sa unë di, parazitët nuk luftohen duke shkatruar trupin. Luftohen duke forcuar terrenin biologjik dhe duke hequr mundësinë që ato të shtohen. Në qoftë se një protokoll ka përcjell lodhje trupi, detoksifikim total, atëherë ka për të krijuar probleme. Në qoftë se do shkaktojë dhe simptoma të forta, ky nuk është pastrim, ky është agresion ndaj trupit. Trupi jonë nuk ka nevojë për agresione. Çfarë është e sigurt? Qasje graduale, jo e dëmshme, jo një pastrim që thon disa pastrim për 3 ditë, për 4 ditë, 6 ditë, pastrim 7 ditor, 5 ditor, diçka të tillë. Jo doza ekstreme, duhet të hesim me hapa në disa faza, zakonisht 3 ose 4 faza protokollare, të cilat zbatohen 7, 10, 12 ditë një fazë e lehtë, pastaj shtohet një fazë tjetër 1 javë, edhe një fazë pra mos shkoj 3 javë, 4 javë. Sepse trupi ka ritmin e vet biologjik dhe nuk mund ta prishim se më shumë shkatrojmë dhe dëmtojmë punën. Nuk është problemi që ne të vrasim. Ne duhet të mbështesim zorën, ne duhet të mbështesim mërqinë, ne duhet të bëjmë ushqimin e plot, duhet të rrisim nivelin e hidratimit fillimisht dhe duhet të eliminojmë herë ushqimet e dëmshme, siç janë produktet e bulmetit dhe nënproduktet e bulmetit. Qumshi, djathi, kosi, këto duhen eliminuar para. Dhe gjithë ato ekstremet që u thash, sheqeri, buka, të tëra. Pastaj futen ushqimet që e ndihmojnë trupin. Pra kjo është faza e parë, e cila duhet filluar. Dhe pastaj fillon faza tjetër. Jo me agjërime. Unë kam dëgjuar me agjërime ose vetëm me lëngje. Jo. Nuk ose ndërpritjen e ushqimit total që zora, po jo, ne nuk po ushqim zorën, ne po sillim përmtim të sistemit imunitar. Nëse dikush do ta thotë këtë, në kuptimin tim është e gabuar. Pra kurat ekstreme në këtë rast janë të gabuara dhe nuk mundet të përshtaten
me ne në të drejtim. Dhe në qoftë se pastaj ka kura që sillin probleme rrafje zemre, ankthi apo tërvjella, kam dëgjuar nga njerëz të ndryshëm. Prandaj duhet kemi kujdes në aspektin e disa protokolleve për t'i rregulluar. Cilat janë disa nga metodat efektive mund të them unë që kanë rezultuar të suksesshme. Në radhë të parë, ne nuk duhet të rregullojmë thjesht heqjen e tyre. Ne duhet të rregullojmë ambientin, të krijojmë një arkitekturë të brendshme dhe solide, kur luftën ndaj gjithë parazitëve do ta shtojmë shumë në ndeg. Luftën e kanditës, uljen e disbiozës, eliminimin e histaminës, uljen e alergjive, të rrisim aciditetin e stomakut, të ulim nivelin e fermentimit në zor, të rregullojmë procesin enzimatik. Kjo do filloj që shumica e punës të punojë vetë, trupi do filloj të punojë vetë. Disa nga elementet më të mirë kush është konsumimi i hudhrës gjatë ditës pa e tepruar. Unë kam dëgjuar metoda shtypni 10 hudhra, 15 hudhra, jo, konsumimi 1-2 thelpin hudhrë që janë të parezikshme. Një dorë fara kungulli, konsumimi shegës, siç është, jo lëng, shegës, kombinimi shegës, panxharit dhe karotës në një sallatë, shumë e mirë për të vrarë parazitët. Në ana tjetër në studime është parë që konsumimi mjaltit me farat e papas të grira eliminon më shumë se sa 23 deri në 30 lloj parazitësh. Dhe pastaj konsumimi më tepër i ujit gjatë asaj kohe që ne konsumojmë të. Konsumimi më tepër i fibrave, shtimi i disa probiotikëve si Lactobacillus bifidum dhe S. boulardii, të cilat janë shumë të rëndësishme për mbajtjen e traktit të shëndetshëm dhe për ta përforcuar që mos pranojnë parazitët që të luftojnë. Shtimi i enzimave të tretjes, shtimi i papainës ose papas, shtimi i kivit, edhe me lëkurë siç është, se është shumë e mirë. Konsumimi pasaj i çajit të pelinit prapë për një kohë të shkurtër, se fillon faza e dytë. Çaji i pelinit, vaj i arës, duke përdorur një farmim sanduiç, vaj i arës duke përdorur në darkë, sidomos vaj i arës së zezë, në një lugë dhe nga poshtë futet një çerek thelpin hudhër në rektum. Dhe kjo bën që niveli i squfurave të shkojë lart për të ngordhur këto parazit, niveli i vajit të arës vepron në formë sanduiçi nga lart, gjithmonë në darkë. Për arsye në darkë shtohet më shumë niveli i parazitëve për të prodhuar vezë. Prandaj kemi probleme ndarkë më shumë kruarje. Edhe kjo bën të tjetër çaji, pastaj vazhdon çaji pelimit. Kjo është faza e dytë. Pastaj në mëngjes fillohen 2-3 pika vaj rigoni në ujë. Për një farë kohë të shkurtër. Përdoret gjinxheri tushi, i cili gërshetohet me gjethet e ullirit. Çaji gentianës. Pastaj fillohet me gjethet e arës, duke bërë çaj. Pastaj fillohet me kalendulën. E të tjera ka shumë, jashtëzakonisht shumë, të cilët mund ta rregullojmë. Ta kemi një element bazë shumë të detajuar në një protokoll që ndahet të paktën në 3 faza, në ato eksperjenca që kam unë, të cilët njerëzit janë pastruar jashtëzakonisht mirë, po nuk është se e kam marrë unë dhe kam prodhuar këtë. Unë e kam marrë nga disa naturopat amerikanë, të cilët që para 70-80 viteve kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshëm dhe kanë konkuruar edhe ilaçet më të mira në drejtim të heqjes parazitëve, me pa dëmtuar as zorën dhe duke sjellë një shëndet akoma më të mirë në sistemin e forcimit sistemit imunitar dhe duke ulur madje dhe problemin të ardhmen me gripin, me alergjin, me azmën dhe elemente shtesë. Sepse rrëzojnë imunitetin, e qartë. Besoj se ishte mjaftueshëm, le themi gjithçka që ne shpjeguam për sa i takon parazitëve. Tani le të kalojmë menjëherë pa ndërprerje publicitare, le të kalojmë menjëherë tek tematika e dytë, për cilën po diskutohet gjëre gjatë sot mes nutricionistëve, dietologëve, njerëzit të thjesht nuk e di sa e kanë arritur ta kapin dhe ta përthithin këtë informacion që është shpërndar gjithandej, teksa është prezantuar piramida e re ushqimore amerikane dhe këtu në ledullin ton kemi piramidën e vjetër të 92-shit, të ndarë më pas në mes me piramidën e 2026 dhe 2030-s, publiku mund ta shohë, një përmbysje e piramidës. Dikush e ka quajtur Altin pranimi një gabimi historik, reflektim të vonuar apo fitore të shkencës. Pra, kur piramida ushqimore e re vë prioritet proteinat, yndyrnat e shëndetshme dhe ushqimet e vërteta. Si të ka ardhur ky informacion? Unë të kam dëgjuar edhe në rrjetet sociale, ku ti ke thënë në rast të parë që ne nuk kemi nevojë për një piramidë ushqimore. Pse? Po. Unë nuk kam qenë asnjëherë, është e vërtetë, nuk e kam planuar dhe nuk kam njohur ndonjëherë asnjë piramidë ushqimore, sepse ato janë shumë të ndryshme në botë. Ne i fokusohemi vetëm te amerikanët. Po për shembull, nordikët, Suedia, duke bashkuar me pjesën nordike, nuk kanë pasur piramida ushqimore. Janë të ndërtuar në pjata. Kanë pjatën e ndarë në 7 segment kryesor, që nga vitet 80-90. Në Azi e kemi ndryshe, dietën mediteranea e kemi ndryshe.
Në Francë është ndryshe dhe nuk kam pasur. Australia ka hequr rreth viteve 1990-2000 piramidat. Pra, kjo është vetëm në funksion ndoshta të amerikanëve, por përsëri pak. Sa të rëndësishme kanë qenë piramidat dhe a jemi ushqyer ne sipas piramidave kemi ndikuar në reale? Absolutisht jo. Përsëri popullata nuk i ka dëgjuar dhe piramidën e vjetër. Dhe piramida e vjetër e vitit 1992, që kanë qenë më e forta se ajo është rikuperuar në 2011, 2014, 2020 në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë krijuar ata një pjatë kryesore me nëndarje, me ngjyra, përsëri nuk ka qenë shumë e suksesshme se njerëzit nuk kanë ecur në bazë të kësaj lloj piramide. Pra, në ana tjetër unë nuk mund të gjykoj dot të shkuarën me standardet e sotme, se 90-ta me këtë jemi jashtëzakonisht larg. Po gjithsesi orienton industrinë ushqimore një piramidë, për shembull ajo që është prezantuar. Po jo, unë duhet të bëj një nënpyetje. A e zgjidh kjo piramidë e re? Çfarë zgjidh? Zgjidh problemin e sëmundjeve kronike, zgjidh problemin e diabetit, zgjidh problemin e hipertensionit, të kancerit, depresionit. Ne kemi rreth 42 milion njerëz në botë që vdesin nga probleme si pasojë e ushqimit. A zgjidh problemet hormonale? Jo, sepse piramida ushqimore flet për një njerëz mesatar dhe ignoron të gjitha dallimet biologjike të njeriu. Në realitet ne nuk ekzistojmë njësoj. Ne kemi metabolizëm të ndryshëm. Ne kemi mikrobiom të ndryshme. Ne kemi stil të jetës të ndryshme. Ushqimi që mua më shërben shumë mirë, ty të dëmton. Dhe piramida flet si një lloj koncepti që njerëzit duhet të jenë brenda që duhet të konsumuar. Nuk flet për grupe ushqimore. Ne duhet të flasim për grupe ushqimore. Si do të ushqet sportisti, si mund të ushqet një fëmijë, një sëmur, nëna ime, një njeri i moshuar. Ajo flet për këtë gjë. Trupi nuk ka nevojë për të. Trupi ka nevojë për problemet, për të shikuar kush janë sinjalet hormonale që ndikojnë te ushqimi, ose ushqimi si ndikon. Si lehtësohet inflamacioni nga trupi jon, dhe ushqimi a ndikon apo jo. Si lehtësohet ngarkesa glicemike dhe problemi i hemoglobinës së glukozuar, të cilin e kemi shumë të lartë, e kemi nga problemet më mëdha. Si mundet të ulim leptinën? Si mund të aktivizojmë ose të rregullojmë kortizolin? Tek mua më rregullohet ngrënia e kortizolit, tek ty jo. Pra dihet qartë, ushqimi nuk vepron direkt tek ne. Ushqimi është një mekanizëm edhe biologjik, por ndikon nëpërmjet mikrobiomës. Është ai magazinimi kryesor që futet në zor dhe fillon të ndahet dhe fermentohet dhe fillon pastaj dalin. Dhe kjo duhet bëhet në profil unik bakterial. Pra në bazë se të gjithë ne kemi një profil unik bakterial sipas shenjave edhe si gishta. Siç kanë shenjat e gishtave, ashtu e kemi. Dhe ka ardhur koha që ne nuk duhet të merremi me piramida të përgjithshme. Duhet të merremi me profil unik bakterial. Tani dikush ka një disbioz nga një ushqim, dikush prodhon më shumë gaz metan, dikush ka merr energji nga një ushqim, dikush merr inflamacion dhe fryrje, dikujt i bën mirë. Pro, kjo piramidë pse nuk flet për proceset e ritmit cirkadian, që janë shumë determinante, nuk flet për stresin, për kortizolin, nuk flet për agjërimin, nuk flet për dritën e diellit, nuk flet, pra piramidat nuk flet, është thjesht një tabelë pse erdhi e tani, pse u përmbys tani? Pse e sollën tani? Pse e përmbysën në 92-shin, e sollën tani? Kjo është simbolik politike, ashtu siç mund bëj gjithë administrata në Shtetet Bashkuara të Amerikës e presidentit Trump, është një simbolik midis tjerave, duke thënë që ne do ndryshojmë dhe të, do japim diçka më të re. Faktikisht to janë udhëzime, nuk është një piramidë. Ato bëhen çdo 5 vjet Shtetet Bashkuara të Amerikës, është me ligje detyruar. Në 2020 dhe në 2025 dhe tani po bëhet 2026 dhe 2030 të rekomandimet ushqimore, jo ligj, rekomandimet ushqimore që i thuhet popullatës. Dhe është rekomandimi i vitit 2026-2030 që edhe po se bënte presidenti Trump, kushdo president duhet ta bënte. A do pranonte këto lloj piramide ose jo? Këtë nuk din ta them. Po USAID dhe të tjerët edhe shumë shoqata të tjera Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vite që thonë duhet hequr si piramidë dhe patjetër është dëgjuar. Por faktikisht nuk kemi nevojë për skema universale. Ne kemi për profil ushqimor të personalizuar në bazë të sëmundjes, të moshës, të gjinisë, të aktivitetit fizik, të peshës që ka personi, të mikrobiomës të nivelit të stresit. Ne kemi nevojë për një profil ushqimor për problemet të hormoneve, sepse ushqimi në fund fare është një lloj terapie. Nuk është thjesht hajde po flasim ne, pra nuk është ideologji dhe komunikim. Kjo unë të thash është një simbolik. Në konceptin tim është një simbolik. Ushqimi duhet të jetë personalizuar në bazë të një personi. Tani që është krijuar për këtë. A do jetë rezultative? Unë dyshoj jashtëzakonisht shumë. Në qoftë se duhet të luftohen, kompanitë industriale nuk luftohen kështu. Luftohen në burim. Si? Vendoset një ligj dhe fillohet komunikohet. Thuhet për shembull që pijet freskuese duhet të ulin 1.5 gram sheqer në pijet e tyre. Iku e para.
Të gjitha ushqimet që janë me nivele të larta kripe, duhet ulin 0.5 dhe në 2.5 nivelin e kripës së shtuar. Ne kemi 22.000 aditiv sot në ushqim, nga 9.000 që kishin para ca dekadave. Pse nuk bëhet luftë? Kur mos haroni, rreth 12.000 aditiv janë pothuajse të parëndësishëm. Janë vetëm të rëndësishëm për industrinë ushqimore që të uli çmimin, të uli kostot dhe të rrisin datën e skadencës. Pse nuk merret kjo administratë dhe të tjerat që do të bëjë rregulla dhe ligje këtyre, këtu duhet luftuar, të ulet niveli i aditive, i 22.000 aditive dhe helmeve që vinë në ushqimin tonë, të ulet niveli kripës dhe i sheqerit gradualisht, jo të mbyllen industritë, unë s'tem të mbyllen, por të ulet, për shembull në Suedi është bërë. Mund të jetë një fillim i një epoke të re, pra përderisa në piramidë, në këto sugjerime, thuhet që të largohemi nga ushqimet e përpunuara, të drejtohemi real food ushqimeve të vërteta. O e nderuar, vendet nordike kanë bërë vitet 95-2005 këtë që po bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe rezultati në popullat është përsëri dobët. Han përsëri hamburger, patjetër shoqëria në Suedi është shumë herë më e shëndetshme se në shumë vende të tjera të botës. As nuk e diskutojmë, po sëmundjet kronike përsëri janë shumë të larta, sepse njerëzit nuk mbështeten fare tek piramida. Kush mbështetet te piramida? Ata përsëri do vazhdojnë nga reklamat. Duhet ndaluar reklamat televizive me kohë të shkurtër. Duhet ndaluar në internet për fëmijët që këto të bëjnë rezultate. Rezultati nuk është, kam krijuar unë disa rekomandime dhe këto rekomandime ku do përfshihen. Përsëri njerëzit do hanë hamburger, përsëri njerëzit do shkojnë për fast food, kush do t'i ndaloj? I ndalon kush? Pse mos ndryshohet ky koncept? Po sepse është një gabim i madh. Prandaj nuk i ndalon dot kush tani, tashmë 30 vite. Po pse mos çfarë mendoni më zonë që shikoni naivitet? O e nderuar, çfarë kujtoni ju në këtë naivitet? Ju kujtoni se diabeti ka ardhur nga kjo piramidë? Po çfarë theni? Diabeti nuk vjen nga një por nuk vjen një sëmundje nga një faktor më zonë. Por vjen nga stresi. O zonë. Çfarë duhet të prodhojë industria? Po dëgjoma se nuk ato janë rekomandime, më nuk kanë vendime ligjore që çfarë duhet marrësh. Ata thonë do të hash 1 2 3 4 sipas rekomandimeve. Unë them vendet nordike kanë bërë të 20 vjet para. Ai flet në grupe, nuk flet 1 2 3 4, okej, por nuk po e mbroj, se ne të gjithë e dimë që duhet të kemi një çast të rreme trupin me natyrën në ushqim. Kanë bërë 20 vjet përpara dhe janë akoma më përpara se këto piramide që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kuptoni apo nuk e kuptoni? Dhe niveli i situatës përsëri kronike të sëmundjeve as u eliminua diabeti as zgjidhje, sepse nuk është kjo zgjidhja. Shumë njerëz e kanë hedhur zgjidhje në formë tjetër më të lartë. Kjo nuk është zgjidhje. Këto janë rekomandime. Rekomandimet nuk respektohen. Respektohen vetëm nga 5-10% popullatës. Janë studime, 4 studime të mëdha. 5-10% e popullatës i respektojnë. Kot piramidat nuk duhet të ekzistojnë fare. Është kot. Patjetër e ka në dorë individi për të patur qasjen e tij me ushqim, me trupin me aty. E ka në dorë gjithë secili prej nesh. Po kjo është demagogji më të nderuar, është thjesht simbolika. Unë e lexoj në këtë formë, të paktën të njerëzit të kuptojnë që duhet të largohen nga ushqime, nga sheqernat. Po njerëzit e kanë kuptuar, po kush nuk e di që s'e ka kuptuar? Po kush nuk e di? Të gjithë e dinë që duhani është i dëmshëm. Apo shitet duhani? A e diti që duhani është i dëmshëm? A e dini ju që një freskuse është sëmundje bazë kryesore me gallës? A e dini që pije energjike shkakton probleme të rënda? A e dini që sheqeri është një helm dhe kalon dhe drogën? Pse nuk merren masa për problemet e tyre? Sa janë industri të cilët prodhojnë $100 miliardë. 100 miliardë dhe kanë njerëz të cilët i paguajnë kudo në gjithë administratat botës. Kto janë demagogjira, nuk luftohet shumë. Rrugët janë të qarta. 2-3 nga 3 specialistët kryesorë që sot janë botë që kanë dalë kundër jo kësaj, po piramidave e kanë thënë idenë se si duhet të rregulluar deri në 2035 në botë ulje e sheqerit, ulje kripës, ulje sëmundjeve të diabetit. Nuk e shërojnë to diabetin. Diabeti nuk vjen si faktor një piramide apo një rekomandim. Diabeti vjen nga gjumi i keq, nga problemi i stresit, nga niveli i kortizolit, nga helme toksike të cilët janë të jashtëzakonshme në treg, nga niveli i lartë i aditive, nga distabiliteti i problemeve hormonale, nga niveli i konsumimit të sheqerit, po ashtu edhe nga ushqimi. Pse jo? Nga jeta që po bëjmë sedentare. Por në piramidë nuk mund të zgjidhni sëmundjet. Ne do të zgjidhim sëmundjet apo do bëjmë komente dhe do të bëjmë simbolika, themi, shiko kjo është më e mira. Po ne të e dim që është më e mira. Në vitin 1194 është një libër i një autori nga më të famshmit, të cilët e ka folur këtë gjë shumë herë më mirë nga ç'flet sot për shembull kjo administrata Trump. E çfarë të re kemi këtu? Në 94 me 2025 kemi ndryshim të madh. Unë kam qenë kundër që në fillim parimeve të gjithë këtyre piramidave, se janë inekzistente dhe nuk funksionojnë. Janë vetëm për dietologët, për t'i dhënë njerëzve dhe për të ushqyer disa ushqime. Edhe në shkollat kudo në Europë, edhe në botë, asnjë nga piramidat nuk respektohet. As në spitale nuk respektohet, as në burgje, kur nuk i respektohet nga institucionet shtetërore nëpër botë, në shumicë të rasteve piramidat janë kot. Janë kot pa asnjë lidhje dhe nuk kanë funksion fare mbi jetën tonë. Ne duhet kemi ushqim të personalizuar dhe qasje të personalizuara. Ne duhet bllokojmë industrinë ushqimore duke ulur nivelet e kripës, sheqerit, vajrave industriale të cilët po shiten dhe po subvencionohen në ca raste. 2 kompanitë më të mëdha që prodhojnë
qindra miliard dollar vetëm nga vajrat industriale që sot po skuqen patatet janë të financuara nga vajra institucione në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku pritet burimi? Që mos i jepet atyre 40 deri në 50 milion dollar subvencionime për të prodhuar vaj vegetal. Mos i jepet disa kompanive të industrisë sheqerit subvencionime. Mos i jepet disa të pijeve me gaz disa lehtësim taksash. Jo, duhet shtrënguar radha dhe duhet ulur sheqeri, aditivët, ngjyrosësit, kimikatet që ne kemi në ushqim. Në Bashkimin Evropian, ai dini para sa muajve u vendos që për 10 vjet të përdoret glifosfati në drithra. Për 10 vjet të tjera, ku glifosfati është një nga kancerogjen sot i vërtetuar. Pse? Se një nga kompanitë më të mëdha botës finanson lekt pa imagjinueshëm në Komitetin Evropian dhe kudo. Si mundet ta falimentojnë ato kompani? Atëre, këtu nuk kemi të bëjmë jetën e shëndetin e popullatës si primare. Kemi të bëjmë interesa politik dhe financiar. Dhe pastaj me simbolik. Duhet ndalohet, duhet ndiqet një strategji tjetër. Kjo strategji është e gabuar dhe s'ka për të sjellë asnjë lloj gjëje. Qartë. Mirë, faleminderit Altin për Faleminderit, falni që unë zeja, po unë flas me emocion, jo se unë zeja, po është shpërtimet e mia që pasioni, profesioni. Po ishte shtëruese dhe shumë i qartë dhe i saktë në mendimin që the. Faleminderit dhe të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit, ju shëndet. Faleminderit gjithë për bisedën e sotme me Altin Jog, do ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube në Rrezë Dielli të dyja bisedat. Faleminderit dhe ju për vëmendjen tuaj, shihemi nesër.